Dhe ja ma përfundimisht, kur rikthehemi këtu në studio, ora e saktë miqdashur shënon 10:28 minuta. Në pjesën më të dashur të pjesës së emisionit tonë. Gjithmonë qytetarëve kemi peng tash përpara ekraneve. Prit, shikojmë se kë ka ftuar këta të dy. Dhe ne e përmendëm në fillim të emisionit, edhe kronikën që e ndoqim tashmë do flasim për poezinë, sepse kemi një të ftuar shumë special për ditën e sotme. Shumë speciale, ditë e veçantë. Siç e thash, është një vajzë e re e cila ka bërë shumë për këtë vend, ka dhënë shumë, jashtëzakonisht shumë, por edhe është vlerësuar shumë në vend dhe jashtë vendit tonë. Shumë e vërtetë. Ka patur shumë çmime të prestigjioze, larta, njerëzit që i ndërronin këta çmime ose kanë bërë shumë sakrificë të parët tanë për të arritur këtë çmime, por kjo ka arritur në një moshë shumë të re. Unë do të bëj një hyrje të shkurtër, sepse ka një CV të bollshme shumë të zgjeruar, por me disa pika ta përshkruaj CV-n e asaj. Delvina Kërluku, një vajzë e lindur në Dibër, një poete, prozatore, publiciste, ligjëruese edhe këshilltare. Ka botuar shumë libra me poezi, Muza, Altar gjurme, Varg ves, Fjordet e vetmis, Deja e vjeshtës, Vetëtimat e heshtjes, prozë, ku është Pastënia e ditëve tona, publicistikë i madh dhe Këlyshët e Titos, Ndryshe me, Shpreseve nitur e shumë të tjera. Unë do doja të ndalesh në disa çmime speciale që i kam marrë si autore. Është nderuar me çmimin special në festivalin Netet e Korçës të Poezisë në Korçë, çmimin për vepër letrare në festivalin e Prizrenit, në vitin 2018 një çmim shtetëror Mito Haxhi Vasilev Jasmin për arritje në fushën e publicistikës, veçanërisht në interes të rëndësishëm të Republikës Maqedonisë së Veriut në vitin 2024. Ka qenë edhe kryetare, siç e përmenda në fillim të emisionit, nëse ju kujtohet, kryetaria e parë e shoqatës për shkencë, art dhe kulturë Josif Bageri, bashkëorganizatore me Universitetin Shtetëror të Tetovës edhe Wellin, në 2 konferenca shkencore mbi Rekën dhe shqiptarët ortodoks, që do të mundohemi të ju japim një theks të veçantë gjithmonë, dhe derisa të kemi jetë, do ta trajtojmë këtë temë. Dhe mbi të gjitha do të përmendur edhe çmimin edhe një çmim i shumë i 13 lartë. nëntorit. Pastaj do flasim për këtë, por për këtë misionin e Josif Bagerit, ajo është nderuar me një çmim nderi kombit i akorduar nga presidenti i ndjerë tashmë, zoti Bujar Nishani, dhe pastaj ka marrë edhe një çmim që është shumë çmim i lartë, i dedikuar nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Ilir Meta, çmimin Kalorsi i urdhrit të flamurit, një çmim shumë i nderuar, shumë prestigjos. Dhe në vitin 2025, do ta thuash Valbona, më thuaj. Në vitin 2025 dekoruar nga qyteti i Shkupit me çmimin 13 nëntori për një varg veprash të shkruara dhe reportazhe të realizuara ku arriti të prekin me problemet e përditshme të jetës së familjeve të varfra. Mirë, duhet të theksuar që është edhe pjesë e shoqatës së shkrimtarëve të Maqedonisë, një gjë që domethënë mund të themi kështu e kompleton të gjithë CV-n. Dhe është një moshë shumë të re. Edhe gjithë këtë punë që po ashtu kemi edhe redaktore të revistës për letërsi, art dhe kulturë, Sozher, shtylla i organit të SHSM-s. Jeton dhe vepron tani në Shkup, mirë po ne do i themi vetëm thjesht mirëmëngjesi. Ta kemi në studio bashkë me ne. Do ta lidhim me temën që e kemi për sot. Patjetër, mirëmëngjesi Delvina. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për ju dhe për teleshikuesit e Alsa. Ne, përpara se të kalojmë tek pjesa e intervistës ku do diskutojmë, do flasim shumë gjëra gjatë sot. Unë do doja që temën që sot e kemi trajtuar me shikuesit tanë është gjithmonë themi s'kam kohë. Pa vetdije na ndodhen kjo. Ti ke kohë, Delvina? Unë menaxhoj kohën dhe shpesh shmangem nga disa kënaqësi ose nga disa manifestime qoftë familjare apo edhe shoqërore. Dhe kjo besoj që më ka bë që të kosh suksese duke u përkushtuar në veprat e mia, siç edhe e theksuat ju, por të gjithë njerëzit mendojnë që për një veprim ose ndonjë punë ose ndonjë sukses, thotë unë nuk do të kem kohë për të arritur deri te majat. Mirë po, njeriu i cili organizon kohën dhe jetën, çdo herë arrin deri tek synimet dhe qëllimet e veta. Kjo është një
Kjo është një ndër këshillat që unë ka marrë në shkollë të mesme nga profesori im. Ai që organizon kohën gjithmonë ka kohë. Mirë po më bëhet qefi që me të vërtet personazhet të cilët i dedikojnë profesionit të tyre, prap ditëro kanë kohë. Gjithmonë që kohë. Po, Qindet kohë. mëse normale, sepse neve punojmë me projekte. Për shembull, unë pavarësisht që përfundoj një projekt brenda vitit, i kam 5 projekte për 5 vitet e ardhshme. Dhe në qoftë se Ministria e Kulturës na financon neve shkrimtarëve, atëherë neve do duhet të gjejmë kohë për ta realizuar projektin, sepse ne kemi në formë ideje ose kemi punuar me vite të tëra dhe do duhet të realizohet, bëjmë redaktura, recenzura e kështu me radhë. Mirë, pastaj do flasim edhe për Ministrinë e Kulturës, se sa e ka, se si na shikon me lupë këtu, apo jo, do të flasim pak më vonë edhe për jemi në errësirë pak këtë tash, nuk çështje, kemi do të flasim, por sepse gjithmonë poezia, në përgjithësi prozat, duhet inspirim. Kur s'ka inspirim, lidhet kjo është me pak kohën, problematike. por lidhet edhe shumë kjo me kohën. Kur s'ka inspirim, do të devijojmë ndonjëherë, nisim synimin për diçka tjetër dhe në ndërkohë na del diçka tjetër. Lëshojmë shtegjet. Shikoni, në fakt kur zgjohen në mëngjes, rituali që bëjnë çdo shkrimtar, sepse unë jam e fushës së shkrimeve, ne kemi heshtjen, mendimin dhe leximin. Dhe zakonisht përmes leximeve motivohemi që të shkruajmë, por motivohemi edhe nga emocionet që na përcjell shoqëria ose vetë vendi. Aq më shumë kur një person është i mbuluar me dashurinë e njerëzve përreth, ne shpeshherë e shfaqim ose u përcjellim me një porosi. Unë jo më kot them që çdo mëngjes lexoj të paktën 5 faqe, qoftë poezi, qoftë letërsi ose ndonjë zhanër tjetër. Kështu që më motivon... Ritual patjetër e ke këtë që ta bësh. Patjetër e kam. Më motivon që një porosi për t'u përcjell familjarëve të cilët jetojnë në Dibër, çdo herë e përpilojnë në formë poezie për t'u treguar që jeta është e bukur dhe ju uroj që ditat të jetë po aq e bukur. E përmbushur. Po, edhe ne kemi si mision këtë për gjithë shikuesit gjatë gjithë kohës. Unë do doja të vazhdojmë me pyetjet tona që kemi, sepse unë dije që unë jam aktor, edhe ne shumicën e rasteve punojmë me zërin, me trupin, me interpretimin, ndonjëherë edhe heshtja flet, por unë do doja të pyes. Ti jeton me fjalën e shkruar. Kjo është e magjishme, sigurisht. A mendon se fjala e shkruar ndonjëherë mund të themi që ka turp apo jo? Po, fjala ka turp në fakt trup të padukshëm. Ajo merr formë me mendjen e poetit dhe me ndjeshmërinë e lexuesit. Nga një herë është trupi brisht, në anën tjetër është një trup i rënd si barë historie. Fjala e shkruar ecën shumë ngadalë se sa fjala e cila thuhet, por mbërin dhe depërton pra më thellë tek njeriu. Qëndron më... E kam fjalën, a ka turp të shkruhet dhe të thuhet ndonjëherë? Pastaj e merr formën e njeriu, por sigurisht që e merr formën si trup, por a ka turp që ndonjëherë Mendoj që autorët apo mos e them. Bota e femrave, po tregoj historinë time, zakonisht kur kemi shkruar një poezi dashurie, çdo herë a jetë stepeni, domethënë, ta them apo jo, ta shkruaj apo jo. Kur e kemi thënë neve, atëherë jemi ndikuar nga mendësitë e ndryshme. Dhe kjo në një farë mënyre nga audienca ka qenë e tufshme për një periudhë të gjatë kohore, por i kemi thyer këto tabu, sepse neve jemi shkrimtar, jemi poet, të cilët ndonjëherë bazohemi në pjesën e realitetit, por më shumë e kemi imagjinare. Unë doja të di pak më shumë sepse unë kur po flasim pikërisht për këtë turpin e të shkruarit dhe të thënit të gjërat që ndoshta më shumë na shqetësojnë kolektivisht, në shoqërinë tonë, ka gjithë tabu shumë e madhe. Më falni, në shoqërinë tonë, unë doja të di se
Drejtorin e kemi aktor, drejtori domethënë është një aktor i cili luan shumë role, domethënë një ditë mund të jetë prift, një ditë mund të jetë një personazh tjetër. Valbona është muziciente, sot luan një zhanër tjetër dhe performon një zhanër tjetër të nesërmen. Ju keni shkruar poezi, proza, keni publikuar shumë gjëra të cilat do të mbeten në historinë tonë, mirë po kur ne i ndrojmë rolet, për ju pikërisht, sa shpesh ju bjen që të ndroni rolet dhe jeni gjithmonë e njëjta Delvina, po edhe ju notoni në ujëra të ndryshëm? Unë nuk ndryshoj rol, por jam pasyra të ndryshme, për shembull në poezi shfaqem shumë intime, në prozë më rrëfimtare, ndërsa në publicistikë më e ashpër dhe më kërkuese. Nuk kam rol, por kam përgjegjësi e cila bazohet në ndërgjegjen time. Shumë bukur. Interesante kjo, domethënë 3 personazhe i ke, cili të pëlqen më shumë? Po. Pyetje paksa... Jo, pyetjet është spontane, është kjo, me që bëjmë kështu. Ku e keni më lehtë të shprehen? Po, zakonisht poezia më flen më shumë në zemër, por për çudi, vitet e fundit kam shkruar edhe prozë, gjë që falenderoj shtëpinë botuese Onufri të Kadares në Tiranë, e cila ka një gazetë ex libris që ka hapur faqet veçmas për shqiptarët e Maqedonisë, ku ne edhe i botojmë poezitë, prozën në Tiranë. Po ashtu edhe kur ne i përkthejmë poezitë, veprat tona, Shoqata e Shkrimtarëve të Maqedonisë, ku kam qenë pjesë e kryesisë, sot jam antare e shoqatës, ku edhe punoj si redaktore në revistën Stozher, Shtylla, që e theksuat ju. Atje kam luajtur një rol të rëndësishëm, ku shqiptarët më eminent të letërsisë i kam botuar në gjuhën shqipe veprat e tyre në këtë revistë. Dhe kjo në një farë mënyrë na mundson neve që atë që shkruajmë të publikohet, sepse qëllimi jon është që të kemi më shumë lexues, audiencë dhe të japim një mesazh pozitiv, sepse fundja na lodhen politika që vazhdimisht kanë ndikuar në jetën e tonë në rajon këtu. Na ka konsumuar. Po unë doja të ndalesh atë. Vetëm kurimi tek audienca, mos të kalon pyetja, kurimi tek audienca, si mendoni zonja Delvina, si jemi ne si gjeneratat e reja për të lexuar, për të marrë me shkrimet, ndoshta dikush ka edhe shumë talent, mirë po e ka të pas zbuluar sepse nuk e ka eksploruar mjaftueshëm, sa lexojnë të rinj, sa të interesuar për të shtyr njerëzit. Ne zakonisht ndikohemi nga gojdhanat e njerëzve dhe themi që rinia është larguar nga leximi. Unë të tregoj një rast, po udhëtoja me autobus dhe kisha marrë gazetën, gjë që ditë për ditë lexoj gazetën dhe kisha botuar një opinion time, forum, dhe po e lexoja me ëndje disa herë që në qoftë se do të më kritikojnë ose zakonisht tensionet politike që na mbeshen neve si publicist ose gazetar, po do të isha e përgatitme për çdo fjalë që kisha thënë dhe rastësisht ndaloi autobusi dhe bëm një pushim 5 minuta. Kthehem edhe po lexoj diçka në telefon, e shoh një djalë të ri me gazetë. Edhe i drejtohem pse ma ke marrë gazetë. Dhe kështu biseda vazhdoi gjëre gjatë, ai tha unë e kam blej gazetën, ndërsa gazeta ime qëndronte anash. Edhe aty e kuptova që ka akoma rini që lexojnë, por sot fatkeqësisht teknologjia ka arritur majat e zhvillimit, gjë që informacioni është shumë më i shpejtë përmes rrjeteve sociale, por libri është një ndjesi shumë e këndshme, sepse edhe medicina e thotë që para gjumit, në qoftë se ti e merr telefonin, drita ndikon keq në sytë e tu, por leximi të largon fundja nga veset e këqija.
Sigurisht. Unë do të kthejmë pak tek stili i poezisë, sepse në poezitë tuaj gjithmonë më shumë i vëjet një theks heshtjes, suspansës, qetësisë. Qetësia gjithmonë ndonjëherë heshtja në teatr zakonisht flet shumë. Flet shumë. Edhe kur s'ke vetëm qëndrimi, por kur je i mbushur emocionalisht, thua diçka. Frekuenca, dje që e biseduam, përqohen në frekuenca. A i ndron, doja të t'ju pyesja kështu, çfarë është heshtja për Delvinën? Pse i vë theks të shumë të heshtjes? Në fakt, heshtja është vetëm si simbol, sepse ne e themi përmes fjalës, e cila ndonjëherë nuk zhurmon, por ne shpërthejm përmes emocioneve. Dhe kjo do të thotë që kur neve shkruajmë, jemi në një heshtje të thellë, por që poezia ka pesh, poezia ka kumbon shumë. Dhe rastisën që ndonjë aktor e merr dhe e lexon dhe zhurmon. Ne themi shpesh që poetët e kanë ndërtuar atë dheun. Gjë që do të thotë që me poezitë e tyre, edhe pse janë shkruar në heshtje, dhe më të zëshëm janë politikanët sesa shkrimtarët, por kur është lexuar poezia, neve emocionohemi shumë më shumë dhe duar të krasim shumë më tepër. Sepse kanë mbajtur një kohë gjallë. Kanë mbajtur shpresën, kanë treguar për padrejësitë, kanë treguar për shumë gjëra të paradokse që kanë ndodhur në të kaluarën tonë. Dhe sot fal poetëve të shumtë dhe shkrimtarëve të shumtë, sot jemi si një komb të cilën e kemi atë ndjenjen e brendshme që po na mban gjallë, po frymon. Shkrimtarët, historianët e mbajnë gjallë historinë tonë kombëtare dhe ne zakonisht kur shkruajmë, motivohemi nga ngjarje të rëndësishme, veçmas po ju tregoj rastin e fundit që liturgjia në gjuhën shqipe ishte një ngjarje madhore, gjë që unë si përfaqësuese e shoqatës Josif Bagere kemi bërë shumë përpjekje për të arritur deri tek kjo pikë. Por fal ditë që dëgjuam. Fal faktorit shqiptar në Shqipëri u arrit një gjë e tillë dhe kjo është vetëm një fillim, shpresoj që të vazhdon ky proces. Sigurisht. Urojmë dhe shpresojmë, sepse ne e trajtuam e kishim të ftuar edhe Skënder Hasanin, ku gjetëm disa fakte të ralla që e dëgjova me vëmendje, edhe i shfaqëm dhe ishte vërtet një ndjenjë shumë e bukur ishte ajo ditë. Është një historian i cili ka punuar dhe vazhdon të punojnë, gjë që është për tu mundohemi që ta zbardhim atë të kaluarën tonë të erët. Por fatmirësisht kemi këto fakte që do të mundohemi si gjenerata të paktën t'i lexojmë që të dimë se nesër mund të ballafaqohemi me dikë, të paktën të kemi një komunikim me dëshmi. Kjo është e rëndësishme. Kjo është. Pikërisht kur flasim për shkrimet e juaja, apo kur flasim edhe për ndodhitë të njëjta që ndodhen, ju jeni në publicistikën tuaj, jeni shpesh një autore që prekni shumë plagë shoqërore, prekni po ashtu edhe varfërinë, padrejtësinë. Si përballeni emocionalisht me këto tema, sepse nuk është thjesht të zbërthesh varfërinë, të zbërthesh problematika shoqërore që i kemi kudo rreth nesh. Do tabu që nuk po largohen, është vështirë. Fatkeqësisht, po. Mirë po, edhe pse po i bëjmë disa hapa përpara, mirë po mendoj që mundet edhe t'ja dalim shumë më shumë. Mirë po fal jush që edhe i shkruani këto pasuri. Fatë le të thuhen, le të shkruan, le të mbeten të arkivuara. Emocionalisht ndikojnë te kjo. Këto plagë shoqërore zakonisht i mbajnë në vete, sepse secila ka histori dhe gjurmët e veta. Por nëse shkrimtari nuk i dhem kjo plagë e shoqërisë, atëherë shkrimi bëhet si një formë dekori. Fjala duhet të trondit, të qiret në atë që thohet, jo të rehatoj publikun. Pra është një porosi e fortë e cila do duhet të përcjellet. Për cilën temë jeni kështu, ndoshta vjen më lirshëm inspirime, ndoshta është për temat më shoqërore, ndoshta për feminizmin,
apo për të themi varfërinë është më e vështirë? Gjëja më sublime në jetë është dashuria. Unë në fillimet e mia të shkrimeve kam shkruar poezi patriotike, por kam rastisur që kam lexuar poezi patriotike në një kohë shumë më të hershme dhe jam vlerësuar për atë. Por sot nuk është kjo kohë, ne tregojmë patriotizmin dhe dashurinë ndaj kombit përmes një vepre, pavarësisht çfarë profesioni kemi, ne do duhet të jemi të suksesshëm në profesionet tona dhe ky sukses është një pasqyrë e bukur që ne ecim përpara. Siç jam unë, për shembull, që e theksoj edhe drejtoroj nga Dibra, besoj që Dibranët krenohen me ne. Sigurisht. Patjetër që po, normalisht që po. E kemi këtu edhe me çmime të shumta që ka arritur. Domethënë nëpërmjet fjalës të mbri në çmimet më të larta në shtetin ton, por edhe më të angardhit, siç e themi shpesh. Delvina, unë doja të them ndonjëherë njeriu kur merr çmime, kur vlerësohet shumë, mbase fillon të ndryshon pak stilin e jetesës, fillon të ndryshon edhe inspirimi. A ndikon tek ju kjo? Kur jeni vlerësuar? Unë po bëhem apo vazhdon të jetë Delvina modeste, e thjeshta, që ishte më e kujdesshme dhe më e frikshme më duket jeta në kur ke vlerësime të shumta. Kur kam vlerësime të shumta. Çmimi është një presion. Në fakt nuk të jep të drejtë të pushosh, por të detyron të mos e tradhtosh fjalën që e ke thënë. Pas çdo vlerësimi e pyes veten, a jam ende e ndeshme në atë që shkruaj. Sikur të shumë. Përgjigja cila është? Përgjigjen do duhet ta jep opinioni dhe lexuesi i cili lexon. Unë ti vazhdon me atë modestin, unë nuk shikoj ndonjë ndikim, edhe pse i ke marrë ta parashtrova pyetje, sepse duhet ta parashtroj këtë pyetje, sepse zakonisht ndodhin këta shumica e njerëzve të cilët vlerësohen, pastaj po ndodhen ajo që s'u prekën hunda, si thot populli në tokë, ndërsa ti vazhdon me atë modestin tënde, e thjesht, e qetë, vazhdon se nuk shikoj ndryshime, sepse të njoh. Thjeshtësia është e bukura e jetës, por që një njeri i Zoti është ai i cili me një fëmijë bëhet fëmijë, me një të rritur bëhet i rritur dhe me një të moshuar ndalet dhe respekton dhe mëson nga historia e një të moshuarit. Të përshtatesh dhe të adaptohesh në çdo tryezë ku ulesh. E magjishme është kjo. Domethënë këto virtyte që duhet të ketë njeriu, këto janë gjëra të magjishme. Mua realisht më pëlqeu shumë përgjigjja sepse po të ishin të gjithë njerëzit që kanë një ndikim në shoqërinë tonë, po të ndjeshin kështu që pas çdo vlerësimi të vjen puna edhe më e vështirë në fakt që ta mbash vlerësimin që e ke marrë, është në fakt hynore do ta quaja, e jo një comfort zone, pasi që të fitosh diçka, të kesh një comfort zone dhe pastaj thua unë i bëra, i arrita dhe kjo mjafton. Por atëherë fillon puna edhe më e vështirë në fakt. Obligimi dhe përgjegjësia që e ke ndaj lexuesve. Më pëlqen shumë. Jeton dhe vepron në Shkup tani. E keni lënë Dibrën pak anësh, mirë po e vizitoni shpesh. E kemi lënë për vikend, domethënë shkojmë aty. Pikërisht. Jetojmë në një hapësirë shumë kulturore, jetojmë në një hapësirë multietnike. Mua personalisht më pëlqen një gjë shumë në fakt. A ndikon kjo në shkrimin tënd? Po ashtu pastaj të kalojmë pak a shumë edhe tek vlerësimi i Ministrisë së Kulturës. Mirë po, të jetosh në një vend si Shkupi, si është jeta këtu për një autore? Në kryeqytet, informacionet lëvizin shumë më shpejt, pavarësisht se Dibra ka një histori të bollshme, por kryeqyteti ka më shumë konkurrencë dhe të përballesh me një konkurrencë shumë të ashpër, do me thënë je fitues. Aq më shumë ne që kemi arritur çmime dhe unë shpesh e them që do duhet që të bashkëpunojmë shumë më shumë neve bota artistike që në një farë mënyre të mundim konkurrencën tjetër. Jo më kot, unë kam përkthyer edhe poezi, gjë që jam vlerësuar edhe nga palët tjera, etnitetet tjera në Maqedoni, aq më shumë nga akademikët. Poezitë e tua do të ndalim janë përkthyer në shumë gjuhë në botë, mos gabojmë, ha? Po, jam përkthyer në disa gjuhë të botës. Unë kam qenë pjesë e kinezisht diçka apo jo?
Po, në revista, por unë në fakt si kemi arritur që të bashkëpunojmë me një vend tjetër, falë mbrëmjeve të poezisë strugane, cili është një manifestim botëror, ku të gjithë poetët nga bota vinë dhe prezentojnë poezit. Pra është një libër me antologji ku përfshihen poet nga 5 kontinentet e botës dhe fatmirësisht janë përfshirë edhe unë. Dhe nga ty ne jemi takuar edhe me njerëz nga Filipina, nga Kina, nga Japonia, kështu që në një farë mënyre e kemi qenë më afër këtyre vendeve, duke ulur me ata dhe duke pirë një kafe, duke na treguar mbi kulturën e tyre, historinë e tyre. Interesant, dhe është gjë e magjishme kur e shikon një poezi tënde në një gjuhë tjetër ose në një fond të gjuhës tjetër. Është shumë interesant, edhe pse nuk e kuptojmë gjuhën kineze për shembull, por të jetë përkthyer dhe e shkruar në kinezisht është tërheqse, aq më shumë në shtetin ton, poezitë e mia që përkthehen në maqedonisht, tingëllon goxha bukur fjala. Por që na mungojnë përkthyesit e rinj. Jam duke bashkëpunuar me përkthyes profesional, kështu që shpresoj që këtë vit të hinë në tregun maqedon më shumë fuqi, duke pasur një libër me poezit në gjuhën shqipe. Unë kam një pyetje tashmë sepse doli edhe konkursi përfituesit e lista e ministri, lista e famshme e Ministrisë së Kulturës, ku ka shumë ankesash, ka shumë shqetësime për shumicën e shqiptarëve. Dhe unë do doja t'ju pyesja sepse zakonisht, sepse kam një pyetje me dy pyetje që doja t'i bëja. Pyetja e parë është, për shembull, Ministria e Kulturës e dim se duhet të aplikosh, gjithmonë kur aplikojmë në Ministrinë e Kulturës për të realizuar një projekt, konkurrojmë me një shumë të caktuar duke i ditur rrethanat se me aq para që kërkoj mund ta botoj, ta realizoj, edhe t'i dalë tamam ashtu siç duhet, dhe ne gjithmonë e dim sepse ka një shpatë të mprekat atje që i shkurton, i përgjysmon ose i sakaton të gjitha projekte. Fatkeqësisht. Ne këtë vit edhe kemi zhurmuar drejtoro për të institucionalizuar të gjitha, domethënë, koncertet, kishim edhe festivale, koncerte, teatro të shumta, kemi problematika. Dhe lista e zbrazët ka Ministria e Kulturës. Ne këtë temë do ta diskutojmë edhe nesër, por është një temë që i preken edhe mbështetja institucionale për shkrimtarët, për fat të keq, vazhdon të jetë fragmentuar dhe shpesh selektive. Ka emra të spikatur të letërsisë dhe të publicistikës tonë që nuk janë përfshirë në mbështetjen nga ana e ministrisë, nëse ata janë realisht mbajnë të gjithë kulturën dhe fjalën kritike në vendin tonë. Fatmirësisht këtë vit unë jam përkrahur, çka e vlerësoj si pozitive, sidomos pas fitimit të çmimeve, veçmas të publicistikës. Por pikërisht për të dëshmuar se çmimi nuk ishte rastësi, se fjala ime vazhdon të mbaj peshë dhe përgjithësi, vitin e kaluar unë konkurova në Ministrinë e Kulturës me një libër tjetër të publicistikës, i cili nuk u mirëprit, pavarësisht se kisha dhënë deklarat dhe intervistë në një nga gazetat prestigjioze në Maqedoni, Slobodën Peçat ose Shtipi i Lirë, duke dhënë dëshmi se krimtaria ime nuk dalet me një vlerësim. Megjithatë, në këtë rast nuk gjeta, domethënë, përkrahje për atë libër. Kjo më detyroi që publikisht përmes një shkrimi kritik të kritikoj ministrinë e cila kritiku u botua në gazetat tona. Dëshimi im më i madh lidhet me përbërjen dhe profesionalizmin e disa komisioneve. Kam bindje se aty ka njerëz që nuk e njohin thelbin e letërsisë, mund të them me keqardhje, ndoshta nuk ka lexuar as Kadarin, as Lashkush Poradecin, as Jakov Zozën, Naim Frashërin, Fanolin, Paskovashën, Faik Konicën, duke
vazhduar me autorët tanë bashkëkohor, Resul Shabani, Teki Dervishi, Eqrem Basha, e kështu me radhë. Pra, si mund të vlerësohet drejt krimtaria kur mungon leximi, formimi dhe ndërgjegja e përgjegjësisë kulturore. Kultura nuk duhet të mbahet gjallë me formalitete, por me dije, ndeshmëri dhe respekt ndaj librit dhe autorit. Dhe për këtë shkrimtarët kanë të drejtë jo vetëm të kërkojnë përkrahje, por edhe të ngrenë zëni nga ajo çfarë mungon. Ne do jemi këtu gjatë gjithë kohës, domethënë derisa të mos bim në vesh të shurdhër, do ta zhurmojmë këtë çështje të gjithë shkrimtarëve, aktorëve, producentëve, të gjithë fushat që i përfshin Ministria e Kulturës, por unë do doja me që jemi edhe minutat e fundit, një pyetje. Shkrimtarët në Shqipëri jetojnë prej shkrimeve. Po, edhe kam shndruar si biznes. Pse tek ne, ky pasion që e kemi, nuk kthehet në biznes, po thjesht shumicën e rasteve kthehet më shumë në dhuratë sesa në përfitim. Është shumë e vërtetë, sepse këtu kemi pasur disa librari ose biblioteka të cilat janë mbyllur dhe unë edhe pse jam shkëputur nga bota e gazetarisë, nuk kam hulumtuar. Mendoj që është roli i gazetarit që të hulumtoj pse mbillen këto biblioteka, cila është arsyeja e kësaj. Dhe pavarësisht që libri sot pak lexohet, po do duhet më shumë marketing. Ne kemi një mori të autorëve, që ndoshta edhe Ministria e Kulturës i përkrah, por çfarë ndodh? Pse nuk promovohen ato libra? Pse nuk intervestohet një autor për atë libër? Dhe kjo është një mungesë e cila çon deri tek ajo që neve nuk përfitojmë. Delvina, unë të falenderoj shumë për prezencën tënde. Ishte kënaqësi ta kemi këtë bisedë. Ishte një bisedë shumë kështu pa dorashka. Do dëshiroj shumë sukses edhe krijimtari pafund. Ju falenderit shumë. Unë jam njeri i shkrimeve me laps. Zakonisht kam droje shumë në televizione, por unë ndjeva shumë këndshëm. Ju uroj shëndet. Ishte kënaqësi. Urojmë shëndet të plotë dhe me të vërtetë të shtohet CV-ja me shumë krijimtaria pafund. Miq dashur, ne këtu po japim fund emisionit me shpresë që do shihemi sigurisht nesër të njëjtë kohë, të njëjtë vend. Deri atëherë, mirëmbëjtje të gjithë. Lexoni dhe një ditë të mbar paqe dhe shihemi nesër në orarin e njëjtë. Mirupafshim.